Si e ul temperaturën ky bar? Në kushtet e infeksioneve virale, apo edhe atyre bakteriale, vetë trupi jon nga friga ndaj këtyre infeksioneve si një mekanizëm mbrojtës e rrit temperaturën e vetë dhe e lejon të qëndroj me rritur për disa ditë. Për shembull, nga 36.5 që është afërsisht normalja dhe e zakonshmja, e rrit në 37, 38, 39 gradë Celsius. Dhe kjo realizohet me anë të lëndëve që vetë trupi i prodhonte të quajtura prostaglandina, të cilat, në këtë rast, në mënyrë të figurshme shërbejnë si termostat që rritin ose ulin temperaturën e trupit sipas nevojave të tij. Kur marrim këtë profen ose ndonjë bar tjetër për të ulë temperaturën, ne vetë për trupin ton bëjmë veprimin që jo gjithmonë është më i miri, që jo gjithmonë është i duhuri. I bllokojmë këto lëndë natyrale që vetë ai i prodhon, duke e mashtruar atë sikur nuk ke viroz apo infeksion që të rrezikon. Rrjedhimisht, trupi heq frigën nga infeksioni dhe në këtë mënyrë ul edhe temperaturën. Shpresoj dhe mendoj se nga ky shpjegim i thjesht të gjithë ju e kuptuat rëndësinë e temperaturës gjatë infeksioneve virale dhe bakteriale. Naturalisht, apo siç Zoti e ka krijuar, edhe shkencërisht e provuar, temperatura në ditët e para të një viroze nuk duhet të ulet menjëherë, pasi është një mekanizëm mbrojtës i vetë trupit ton. Temperatura duhet të ulet kur kalon 39 gradë Celsius.